Po. Olale, shif sa është thesi me gjonat nga Temu, edhe do I hapim gjitha, kështu që shifeni këtë video deri në fund. Brenda këtij thesi do shohim shumë lojra, shumë lodra, shumë teknologji, dron, budallishe, nuk e di, më duket ta ka marrë dron. Se kam idenë, po që shifeni deri në fund këtë video dhe bëni sa më shumë subscribe, sa më shumë like, sepse nëse shkojmë 10.000 like te kjo video, unë falemi. Atëherë disa nga këto produkte do ja u japim juve, kështu që nëse je aty dhe po shef video në reatin e jo balkonit. Nëse je aty dhe po e shef video në reatin e divanit ose karrikës, nuk e kam idenë, bëj like plak se është 1 sekond punë, bëj subscribe edhe le të vazhdojmë me videon. Okej, që kena marrë spari, nuk e di si qa është kjo gjoja modhe. Okej, që nga çantë me USB, mund të lini laptopin brenda dhe nuk e di se për çfarë mund të jetë tjetër ai kabli o plak. Si çantë duket kualitet plak, priti shohim këtë. Për zotin, si çantë duket kualitet, ka super shumë xhepa. Nuk e di a duket aty, po ka shumë xhepa. Edhe nëse doni me I marr këto produktet e mia plak me ulje, normalisht I shihni te linqet në description të kësaj videos. Dhe gjithashtu mund të përdorni kodin tim aty ku bëhet search te Temuja edhe fitoni 100 euro ose 100.000 lek kupone. Gjithashtu dhe në web, por nëse nuk I keni shkarkuar në Temun, skanoni këtë kodin edhe kënaquni me dhurata ble. 100.000 lek ulje plak kushti fal, a kupton? Komentoni poshtë çfarë klase jeni plak edhe a do ju bënte punë kjo çanta. Ka shumë vend, shumë e boshme plak gjithsesi. Ja vlen kufje JBL origjinale te Temu plak. E besoni dot? I kam marrë këto, I kam përdor vetë disa ditë dhe është super fare. Plak, prit ku ta jep. Çadër, prit. Kjo ka bo 20.000 lek, më duket diçka e tillë. Çadër plak, porque nuk bë me e hap në shtëpi, besoj, nuk e di se ç'e janë ca budallishe që nëse hap çadrën në shtëpi, ndodhin shumë terse, kështu që shpresoj mos na shëmbet shtëpia tash kur ta hapun kët. Shihni si është brenda plak me këto të sigurisë, pra nuk prishet si çadrat e tjera. Ç'është nuk? Po për ta mbyll? Fiksa plak, ha? Kështu që nëse doni ndaj çadra keni te linku në description plak. Kur përdorni kodin tim këto I merrni me ulje normalisht. Nga gjithë ju ç'është kjo mëllë? Një orë tjetër e zgjut, bravo Toli. Nga gjithë ju çati duhet ta shihni këtë video deri në fund edhe cilin nga këto produkte doni që t'ja u sjell unë ose kë doni që t'ja u blejnë prindrit ose kë doni që t'bleni, po që komentoni sa më shumë, të shohim se cilin produkt pëlqeni. Okej, kena hap këtë orën. Që ka kjo ora? Kjo ora quhet Aegis. Po plak, kështu duket e lezetshme, pas ka dhe zinxhir, edhe gjithashtu dhe elastik. Ky defaulti që nga me elastik, po që për ta hapim mirë këtë zinxhirin ta shohim. Këtë do e mbaj vetë se u duk ka shumë e bukur për zotin. Mbran tëra këto. Shifeni zinxhirin? Shifeni zinxhirin e shifeni orën. Shifeni si është ora? Ora është e re, dalta t'ja heq kët. Normalisht domethënë se sa hapet, sapo mpat apo jo. Shifeni u ndez ora plak. Ja ka 10 racë, ndalë t'i vendosim këtë zinxhiri. Bukur kjo tani mat edhe hapat edhe kreta, u mas ka dhe tensionin edhe rajet e zemrës, bukur dhe e mbaj këtë orë. Pas ka dhe këtë kapullin e karikimit, prit mbrika qike lishme duhet hesh në një nga këto alkat. Ua lale, shisa o tableti o plak, prit, qa specifika është ka? Nuk e di, nuk e lezo ka, po që sa kam kërcit, më fajl o tablet. Je mirë tablet? Okej. Aty besoj janë ato të karikimit të gjonat e tjera. Prit ta shohim tash. Prit I bëjmë një. Okej, kjo ishte super smooth. Okej, bëm atë setupin, tableti është praktik, mund ta përdorni për shembull për ndaj web, për me pa ndaj faqe, për me pa ndaj film, ndaj YouTube, ndaj gjë, është super plak. Domethënë sa për filma. Sa kuptoj, 40.000 lek ishte nëse për shembull doni me pa ndaj recet gatimi dhe keni frikë me vu telefonat tuaj se u bie ndaj gjell, ndaj gjë në të. E leni për shembull merrni këtë 40.000 lekë sa bote, e leni këtu shifni për shembull ose ja leni fëmijës vogël, mund ta keni fëmijën 1 vjeç. Unë nuk ja u rekomandoj t'ja jepni fëmijës 1 vjeç tabletin e asnjë lloj teknologjie, po që nuk e di pse ja jepni tabletin edhe telefonat edhe krejt gjonat kalamanit që të vogël fare, keni hall se ngelet I pa përditësuar, nuk e di pse boni, po që nëse doni me e përdorë për kalamanin ose për jetë përditshme mund ta përdorni plak, se edhe po u prish është I lirë. Si çka kena këtu, nuk e di a I dini këto lojra Jenga quhen, nuk e nëse kam idenë, po që do luajmë tash në këtë moment plak. Prit, isha çej bun.
Do luajmë në këtë moment. E keni parasysh mblidheni me shok, kjo mund të luhet edhe me zëra, mund ta bëni me sfida. E keni parasysh I bëni gjithë këto me numra, për shembull, hedh pesën edhe kush tjetë pesa nga këto prit. Tani synimi I kësaj është ta heqim ni, nuk është lëmuar sa qenë origjinale të bla. Shi si merr nga 2-3 me vete. Okej, hoqim 2, prit mundohem me heq dhe I tjetër, se dalin gjitha bashkë o burr. Okej, nuk e di, prit, do I vendosim prapë në vend siç ishin, edhe ta paketojmë plak se mos bëjmë romuj këtu, çik kena bërë romuj, kena 10 rroca. Këtu kena marrë çorape për sportista, nuk janë origjinale siç janë ato, nuk e di si quhen ato origjinale, por që nëse do me kursyr, ndajmë mirë janë këto. Këtu lale kena marrë një unaz të zgjut për matë tensionin, matë rajt e zemrës, hapat, I matë gjitha, lidhet me telefon edhe gjithashtu shitet. Është super plak. Për mua është e vogël, po që është unaza më e zgjuar në botë, va. Pra siç e thash, mat rrajet e zemrës, ju mat sa gjumë keni bë, ju mat tensionin e krejta vetëm duke nik te gishti, mos mbonte, kështu që me siguri do ja jap me njërin për ju kush e do unazën e zgjuar. Edhe këtu kena marrë pa letra. A di sa të bukura janë këto letra to, çuna? Për zotin, nëse doni me lut letra plak, që sa të bukura janë. Shifre si është Xholi, për t'ju bëj trup magjik tani Lali. Okej, kjo ishte super varilesht. Inshallah nuk duken të këto mbeturina këtu. Kena ardhur te momenti kulminant plak, gjithi dum dronat, u prit se e grisa ja dhiva racën, prit. O Lale, a thu do fluturoj ky? Se ky ka po shumë lirë, një 20.000 lekë. A mos ja dhi racën. Mos ja dhi racën, një dron 20.000 lekë kaq I vogël do fluturoj. Okej, nëse jeni akoma në këtë minutë videos, thjesht komentoni droni I papar, nuk e di çfarë komentoni tjetër, po që aq bollësh besoj droni I papar. Tashi, my question is, si dreshin ta nezun këtë, për të heqim këto qeset. Bravo, super heqi I këna bërë qesës. Tashi, si ta heqim në këtë? Tani me siguri duhet të heqim këtë ngjitsin po nga bateria, si çdo produkt në tërë botën. U ndezura! U lale, inshallah s'po vdesim. Le ta ndez në këtë. O Lale, nuk di me e përdor! Nuk di me e përdor! Nuk di me e përdor! Qa është kjo mërla? O që I kina bo venit, ja kina dhi rrata. Okej, kjo është makinë me telekomand. Tashi, si nizet kjo? Po më duket s'ka s'kjo bateri. Jo, po s'ka bateri brenda, apla. Për zotin. Fix pra. Okej. Ndeza. Prit. Të. O, këtë dika me kontrolu në plak, prit. Jo, prit. Qa është të ndodhë në? Qune goza, shpesit të këtë përqike videon, që ka përqike video, dini se qatë do të boni, like, subscribe edhe shijemi në video tjetër.